Ish udhëheqësi komunist Enver Hoxha ka qenë babai i 3 fëmijëve, 2 djemve dhe 1 vajze, dhe sigurisht, ashtu sikurse ai e ka deklaruar, vajza e tij Pranvera ka qenë pika e tij e dobët. Por, me ndryshimin e sistemit, duket se ka ndryshuar thellësisht dhe jeta e fëmijëve të Enver Hoxhës. Pranvera, pas ndryshimit të sistemit, vijoi të punonte si arkitekte, ndërsa bashkëshorti i saj, Dritan Kolaneci, që dikur ka qenë drejtori i përgjithshëm i Institutit të Ndërtimit, filloi të punonte në një firmë ndërtimi si administrator. Të ardhurat e tyre nuk ishin të larta, por asnjëherë Pranvera nuk do ta mendonte rrezikun që do i vinte të birit krejt papritur, teksa ai ishte duke punuar. Nipi Enver Hoxhës ka shkuar në polici pasi ai është kërcënuar nga një person që pretendonte se babai i tij i kishte borxh. Personi në fjalë kishte bërë një kontratë paraprake me bashkëshortin e Pranverës për të blerë një apartament dhe i kishte dhënë paradhënie 10.000 euro. Për këtë, ai dispononte dhe kontratën e firmosur nga të dyja palët. Bashkëshorti i Pranverës ndërroi jetë ndërsa qytetari ia kërkoi këtë shumë Pranverës dhe djalit të saj. Ato u shprehën se nuk i kanë aq lek në gjendje dhe nëse do t'i kishin, do ja kthenin patjetër. Dhe duke qenë se borxhi nuk shlyhet dot, nipi Enver Hoxhës ka kërkuar ndihmën e policisë nga borxhliu, që i troket jo vetëm në derën e shtëpisë, por edhe në derën e punës. Sipas denoncimit në polici, nipi Enver Hoxhës ka deklaruar se kjo situatë e ka shqetësuar dhe nuk mundet të punojë e të jetojë qetë. Pas këtij denoncimi, policia ka marrë në mbrojtje vajzën e Enver Hoxhës dhe djalin e saj.